Bashkia Pogradec në bashkëpunim me Qendrën Data Protection and Technology Institute organizuan në Pogradec një konkurs pikture me temë rëndësia pjesëmarrjes në vendimarrje. Qëllimi i aktivitetit lidhej me këndvështrimin e vetë të rinjve në procesin e vendimarrjes dhe se si ata të arrijnë të shprehin nëpërmjet artit të pikturës vetveten. Vendimarrjen për çdo gjë që do na ndeshë me realitetin. Pra në këtë rast kemi një vajzë shigjetare duke luajtur me strategjinë e lojës. Peshqyra përfaqëson peshën e vendimeve që ne marrim çdo ditë. Sytë e mbyllur përfaqësojnë se ne nuk e dimë se çfarë ndodh në pas çdo vendimi që ne marrim. Shpata përfaqëson guximin që ne duhet të marrim pas çdo vendimi dhe gjarpri që është pranë vetë saj tregon pasojat që vijnë nga çdo vendim që ne marrim. Të rinj garues ishin përfaqësues të gjimnazeve të Pogradecit, të cilët në punimet e tyre ishin mjaft kreativ. Qëllimi i këtij aktiviteti është pjesa e rolit të rinjve në procesin e vendimarrjes. Ky aktivitet kishte një fokull shumë specifik, pasi të rinjt që morën pjesë nga shkolla të ndryshme të qytetit kishin vizionin për të hedhur në telajo atë pjesën e botkuptimit se si e shohin ata rëndësinë e vendimarrjes. Ky projekt u organizua në kuadër të bashkëpunimit me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, Qendrën Data Protection and Technology, si dhe me mbështetjen patjetër të Qendrës Rinore pranë Bashkisë Pogradecit.